ne do të formojmë themelojmë fondin për papunësisë. Çka do të thotë kjo? Njerëzit që të humbin vendin e punës, jo automatikisht në javën e parë ata të bregosën se a kanë para me pagu kistin e kredis, a kanë para me mbajt familjen e vetë. Po shteti do t'ju garanton 80% pagës të fundit për 6 muaj. Përveç kësaj, ne do ta themelojmë edhe gjykatën e punës që në kohë shkurt, optimale, ti trajtojë kontekstet nga marrëdhënia e punës. Dhe normalisht, përmes rritjes ekonomike, rritjes buxhetit shtetit, ne kujdesëm edhe për mirëqenien e qytetarëve të Kosovës. Besoj votën e juve sa në votën time. Dhe vota për Partinë Demokratike të Kosovës. Vota për Partinë Demokratike të Kosovës shkon në numrin 130 PDK. Kjo është adresa. Nuk ka adresë tjetër. Tu do të shumë vota. Prandaj, fitoria e Partisë Demokratike të Kosovës ju gëzon juve, ju gëzon mu, po t'jeni të bindur edhe të bindur, që i gëzon dhe i bën krenar, edhe ashtë i thoqin të dreveseni. Dhe prandaj, ju ljus që me 28 dhjetor, njërë festive, njërë solene, njërë masive, me dojë me votu numri 130 Partinë Demokratike të Kosovës. Urime e sukses e fitore. Faleminderit shumë, shumë faleminderit. Sot, treja dhe trit Kosovë e shohin shpresë emigrimin. Ne do të antrojmë këtë gjendje me këtë vullnet, me këtë energji, me këtë punë kashmolle, me 28 dhjetor. Unë, bashkë me ekipet time, garojmë me një program i cili i adreson sfidat dhe nevojat e Kosovës dhe qytetarëve të Kosovës.